Përshëndetje, me një ëmbëlsirë të shpejtë, të shijshme dhe me pak përbërës. Si fillim për këtë recetë do të na duhen 3 vezë, të cilat janë në temperaturë ambienti. $100 gram sheqer. Do t'i rrahem mirë me mikser vezët bashkë me sheqerin derisa sheqeri të shkryhet plotësisht dhe masa të dyfishohet. Më pas do t'i hedhim 60 ml vaj lule dielli. Të vazhdojmë të rrahim përsëri me mikser për 1 deri në 2 minuta. Tashmë do të na duhet 200 gram miell. Miellin do ta setim më parë, siç e shikoni, 7 gram vanilje dhe pluhur pjekës. Nëse nuk keni pluhur pjekës, mund të përdorni 1 lugë çaji sot buke. Do ta setim të gjithë masën e miellit. Të vazhdojmë ta përzijemi mirë në mënyrë të vazhdueshme derisa mielli të mos ngelet me kokriza. Tashmë masën e kekut e kemi gati. Gjithashtu për këtë recetë do të na duhen 2 banane mesatare, të cilat do të presim siç e shikoni në video. Ndërkohë në tavën në të cilën do të shtrojmë kekun, do të hedhim vaj lule dielli dhe do ta përhapim mirë. Do të hedhim pak sheqer. Dhe do të rëndisim bananet njëra pas tjetrës tek tava. Pasi kemi rënditur të gjitha bananet, do të hedhim masën e kekut që përgatitëm pak më parë. Do ta përhapim në mënyrë të barabartë nëpër të gjithë tavën. Dhe më pas do ta vendosim në furrë të parangrohur me 180 gradë për 25 minuta. Tashmë është pjekur, do ta lëmë të ftohet paksa dhe më pas do ta heqim nga tava. Është një recetë, siç ju thash, e shpejtë, e shijshme për të konsumuar një çaj ose një kafe me familje. Sipër unë e kam dekoruar me sheqer pluhur, por nëse dëshironi mund ta konsumoni ashtu siç është. Unë sot e kam sjellë këtë recetë të përgatitur me banane, por banane mund ta zëvendësoni edhe me fruta të tjera sipas dëshirës. Del me të vërtetë shumë e shijshme dhe është e shpejtë. Do të vazhdojmë ta presim. Dhe kemi gati. Nëse e provoni në këtë mënyrë, ju bëft mirë, dhe nëse video ju pëlqeu, mos harroni të bëni like, koment dhe ta ndani atë me miqtë tuaj. Shumë faleminderit që më ndiqni.